Unë ja dalë, po i kam 2 djemë tash të veni, se me kanë sunë e këshëm dalë edhe këta, ndoshta dikush mundën më këthyje, veç që shoh unë s'ka tarme, se ma mirë është prapë në perëndim se këtu. Tu s'ka kushte, nuk i ka dhënë këni par kushte, as qeveria, as kur kush. Po du pe shoh që ma mirë kanë bënë që kanë ikë, se sa me ne këtu. Sa ja dalti me punu dhe me mbajt për shembull një familje me një shitore të vogël? Po unë s'unë ja dalë, banor ka shumë pak tash për moment, ka pas ma shumë, se kanë ikë shumica në për shtetet jashtme. Gjendemi në fshatin Zëm, përveç nuk pas ka investime rrugë të ndreqta, po duket se është një vend pak i lont anash, thojnë ana, edhe po duket se ky fshat është emigru. Shumë njerëz e kanë lëshu fshatin Zëm, pra nuk jetojnë këto, është një fshat, nuk merret shumë me bujqësi fshati Zëm, mbi të gjitha u doke që janë punëtor njerëz. Përshëndetje për krejt juve njerëz të dashur, miqtë e mi nga unë Eliona. Nuk ka nevojë besoj sot me ju tregu se ku po gjendemi, sepse po tregon vetë tabela mbrapa meje. Pra gjendemi në fshatin Zëm, vetë sa erdhëm këtu në fshatin Zëm, edhe me ardhje në këtë vend, jemi direkt në sallën e parë të darsave këtu në fshatin Zëm. Kjo po i bjen që jemi në hymjet zymit edhe gjithashtu në hymjet sezonës të verës, që domethënë është një pjesë dërmuese e mërgjimtarve, një pjesë dërmuese e mërgjimtarve që kanë me ardhë dhe kanë me bëu darsma si vjetë në Kosovë. Jashtë kësajna, po du me ju tregu që kemi hullumtu pak për fshatin Zëm edhe kemi pa që fshati Zëm është një fshat shumë i pasur me trashëgimi kulturore, historike, me gjitha të mira që mundet me i pas një fshat. Hajteni bashkë me mu edhe mundemi me pa ma tepër për fshatin Zëm se çka ka këtu edhe çka mundet me na thonë njerëzit apo banorët e fshatit. Hajteni me mu. Zdashur me që gjatë rrugës që po e bajna këtu në fshatin Zëm, jemi duke ecë edhe jemi të pa që përveç nuk pas ka investime që me thonë rrugë të ndreqta ose diçka pak ma mirë që mundet me pas një fshat, po duket se është një vend pak i lont anash, thojnë ana, edhe po duket se jo veç që nuk pas ka edhe shtëpi ku me ditë çka, po nuk pas ka as njerëz me cilën po duket që ky fshat është emigru. Do me thonë një pjesë dërmuese e njerëzve, edhe sipas hulumtimeve që i kemi bë, edhe sipas njerëzve që na treguan pak a shumë njerëz e kanë lëshu fshatin Zëm, pra nuk jetojnë këto, është një fshat, mbi të gjitha e mira e kësaj, është një fshat që ajrin e pas ka mega të bukur. Do me thonë është një ajër shumë i pastër që ja vlen me qëndru në këtë fshat, nuk bën me lëshu kur qysh, edhe besoj që çdo njeri që ka qef me pas shëndetin maksimal, mundet me jetu në Zëm, sepse do me thonë prej Prizrenit deri në fshatin Zëm, nuk e di sa kilometra i pat, veç është kogja një lartësi me cilën e kemi bë, me të ju tregu drejt, unë jam tut gjatë rrugës që e kemi bë këtu, sepse kujdo që i bjen najherë rruga për me arë në fshatin Zëm, e shef që do me thonë është një pjesë tepër e lartë ku nuk guxa me kështu njerit, e poshte se veç tutet, kur gjë tjetër po veç tutet. Edhe gjatë rrugës që po e bojna na këto, po tentojna me gjetë dikon prej banorëve me na tregu pak a shumë, edhe pse po në banor, po nuk dashim me na u prononcu para kamerave. Ishin të punu me punë tynve, thanë që nuk merren shumë me bujqësi, nuk merret shumë me bujqësi fshati Zëm, por mbi të gjitha u doke që janë punëtor njerëz. Po na po tentojmë rrugës që po e bojmë me gjetë dikon edhe punëtor, edhe që na flet para kamerave, edhe me na tregu shumë çka ka në këtë fshat, me çka mirën, çka bojnë, çka ka fshati kaq të mirë, se tek e fundit jemi ardhur për çda me gjetë diçka të mirë në fshat, por ndryshe nuk është që kishmi ardhur. Po besojmë që dikon për rrugës kemi me taku, edhe ka me na tregu pak a shumë për fshatin. Hajdeni me mu. Gjatë rrugës që po e bojmë, ju thash edhe ma herët që po tentojmë me gjetë dikon prej banorëve, edhe me na tregu pak për fshatin, me na kallëzu çka punojnë, çka bojnë edhe krejt tjera. E kemi pra domethënë këtu prej një shitoren e fshatit, edhe kemi me tentu me pyet përshëndetje. A jeni loqësh po kaloni? Ju jeni banor i fshatit Zëm. Tregona pak çysh është Zymi.
Po Zëmi është një fshat kështu i vogël, një po karakteristik, banor ka shumë pak tash për moment, ka pas më shumë. Se kanë ikë shumica në për shtetet jashtme, çështë. Po pse kanë ikë? Domethënë a kanë dalë një pjesë e madhe jashtë vendit, kanë dalë se këtu nuk ka me çan më marr punësimi, s'kan ku më punësue. Edhe pse i kanë kryer shkollat shumica, janë me fakultete dhe kanë ikë. E kemi një pjesë dërmuese që dalin jashtë krejt Kosovës, dalin për me punu dikujt tjetër. Po tregon pak njerëzit e Zymit me çka merren, a merren me bujqësi apo merren me diçka tjetër? Ma herët janë marrë me bujqësi, tash kërkush merret bitet këtë toka, ka me hiqe pa punuar, këtë livadhe, nuk punohet kurrë. Vetëm me gurbet. Vetëm me gurbet. Vetëm me gurbet. Domethënë pjesa dërmuese janë krejt në gurbet. Tregom që është kjo pjesa e verës, korriku, gushti që vinë krejt mërgjimtarët edhe I kemi këto. Sa është veni I gjallnushëm në Zëm? Po pak, ndoshta në gjallë, vi për shumë pak. Shumë pak, se edhe që vinë shkojnë në për pushime në det, janë nuk vjen me ne të bëma kemi në për shtëpijat e veta, ka bëma ki jesë 2-3 ditë. Pa gjallnohet për aq pak ditë, a gjallnohet vendi këto? Shumë pak, se kohë e shkurt. Po pse nuk e kanë gjithë veten, për shembull njerëzit në Zëm ose me punu diçka ose me bujqësi me umirë ose diçka tjetër, jashta krejt fshatit, po për me jetu të paktën këto. Po nuk ju paguhet, nuk ju paguhet. Marketi është joti. Sa ja delti me punu dhe me mbajt për shembull një familje me një shitore të vogël? Po unë s'unë ja dalë, po I kam 2 djemë tash të veni, se me kanë s'unë e këshim dalë edhe këto e këshim në shilë. Kjo është veç kjo lagja për shembull apo është një pjesë e madhe e Zymit që vinë edhe blejnë? Jo, është një shitore poshtë është, 2 shitore kemi në gjithë set. Po tregon pak çka ju kishe thonë njerëzve që dalin në mërgem. A ja vlen me nejt këtu me punu në Kosovë, në vendin tonë, në fshatin tonë, apo ja vlen me dalë jashtë edhe me punu tjetër? Masi si kom nalë edhe djemët e mi, masi I kom jashtë, se një kisha thonë, se ma mirë është prapë në perëndim se këtu. Tu s'ka kushte, nuk ka dhënë kërë një farë kushte, as qeveria, as kërkush. A më rinjë për shembull me punën që e bojnë atje me ju ndihmu edhe juve këtu sa do pak që ta dhe majrë? Si jo, mos me në ndihmu, si këshna quaj, ata kanë shku për qëto. Sa është pak kjo pjesa që I bëni mall, që thonë ana në Kosovë I bëni mall pak edhe fëmijët kur dalin në mërgim? Domethënë, mas një kohë, a vjen ai mendimi që pse e quva jashtë, ose të kish nejt këtu nashta ish bala ma mirë? Po me gjithë unë se kum quaj jashtë, vetë kanë shpre dëshim me ikë, mirë po, edhe unë pesho që ma mirë kanë bënë që kanë ikë, se sa me nejt këtu, nuk ka kur gjo, nuk ka jetë. E kemi për shembull edhe një pjesë dërmuese që dalin jashtë, po kthehen prapë në Kosovë. Investojnë në Kosovë, edhe pse kanë punu në është 20 vjetë ma shumë në Zvicër, në Gjermani, në Itali, Sloveni, po janë këthuja pesë në Kosovë. Çfarë mendimi ki për ta? Po mendoj që ishin këthyje me ata, me kanë të rrujma për shembull që ka hypë, shumë bica kanë hypë, shumë sende, domethënë çka me qelë, çka me punu. Çka kishe me ju thonë njerëzve që janë në mërgjem? Po t'ishte për shembull rrujma, do sende këtu një vënd domethënë subvencione që do sende kishin net njerëzit. Kështu pa atë s'ka. A është pak faje dhe... Faje është këtë qeveria domethënë që s'punon kur gjo domethënë për popull. Qa mendon në kohën në vazhdim të ardhmen, çka ka mendodhur me Kosovën? Me Kosovën mendoj se ka mu zbras, kret, që po do këtë që të shkue. Si majrët që na që thëshna për Garant, për shumë një pjesë këtu Garane e Dragashit që është e tiri ju, se gjysa është Garane, gjysa shqiptare, komune Dragashit. Atje majrët ka ndodhë që kjo tash të na la ma shumë tash, shqiptarët janë të ikë. Në kanë këtu po mendon që është faji I qeverisë? Faji I qeverisë mas shumë, se më së gjejë për shumë me qenë në fabrikë, në diçka të më tonë në komunë më punësuar. Një fabrikë e vetë me ka qenë që kjo Drateksi Dragash, edhe ajo mbyll. Nuk kam betë ma kur gjë tjetër. Tregoma një mesazh që ja u kishe dediku njerëzve që dalin me jetu jashtë, edhe qysh mendon që e gjejnë veten ose a ja kish vlejt më kthy apo ja vlen me qëndru atje? Qysh kishe me ju drejtu një mesazh? Po një mesazh që unë ju kisha thonë, ndoshta dikush mundën më kthyje, veç çysh e shoh unë s'ka tarme.
tash për tash. A nëse punohet diçka, punësohet, qilen në fabrikë, në diçka, ka mundësi edhe më kthyer dikush. Mirë, po pa bërë diçka, edhe s'ka nik vetëm jashtë, ka nik domethënë edhe në Prizren, se pe gjojnë vetëm atje sa do ku do në për punë, në për sent. Sa është largë zymi prej Prizrenit, a keni për shembull çdo ditë qasje që duheni me dal patjetër në Prizren? Po ka domethënë autobusa, kanë edhe kara, kanë çka që janë disa, domethënë dalin. Nuk ka 37 km diku. Rregull, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për fjalë.